46 ditë që nga 9 shkurti, KQZ ende nuk ka arrit me certifikuar rezultatet e zgjedhjeve, por që herët apo vonë kjo pritet të ndodhë sot nga ora 16. Ky proces i zgjatur i certifikimit të rezultateve bëhet pas ankesës së partive politike në lidhje me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Gjykata Supreme ka hedhur poshtë 3 ankesat e fundit të subjekteve politike ndaj rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, duke hapur kështu rrugën për certifikimin e tyre. Sipas rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ, më 15 mars, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 42.30%, pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 20.95%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 18.27%. Në vendin e katërt është koalicioni mes Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës Social-Demokrate me 7.06%, ndërsa Lista Serbe ka siguruar 4.26% të votave. Me këto përqindje, Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 48 ulse në Kuvendin e Kosovës, PDK-ja 24, LDK-ja 20 vende, ndërsa Lista Serbe 9 vende dhe koalicioni AK Nisma 8 vende. Pra i bie që asnjëra parti nuk mund të bëjë qeverinë e vetme, por për krimin e një shumice në kuvend nevojiten koalicione mes partive. Megjithatë, nëse Lëvizja Vetëvendosje dështon të sigurojë mbështetjen e 61 deputetëve, atëherë presidenti Osmani është e obliguar që brenda 10 ditësh të ftojë në konsultime partitë politike. E nëse qeveria nuk formohet as pas tentimit të dytë, atëherë presidenti Osmani, sipas nenit 95 të Kushtetutës, duhet të shpallë zgjedhje të reja, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë. Zgjedhjet e nënshkurtit ishin zgjedhjet e para të rregullta parlamentare të mbajtura në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë.